Kryeministri Edi Rama përmes një letre drejtuar presidentit Donald Trump konfirmon pjesëmarrjen e Shqipërisë në bordin e paqes për Gazën. Gjithashtu Rama i bën të ditur presidentit Trump se procedurën do ja kalojë për miratim kuvendit të Shqipërisë, duke kujtuar kështu procedurat kushtetuese. Bordi i paqes synon të jetë një instrument konkret dhe efektiv i udhëheqjes globale, jo thjesht një forum deklarativ, duke vënë theksin te nevoja për veprim të shpejtë, përgjegjësi të qartë dhe angazhim në nivelin më të lartë për ndërtimin e paqes, thekson Rama në letrën e tij. Angazhimi në bordin e paqes ka një faturë financiare. Sipas mediave ndërkombëtare, një projekt drafti dërguar në rreth 60 vende nga administrata amerikane. U bën thirrje antarëve të kontribuojnë $1 miliard në paratë gatshme nëse duan që antarësimi i tyre të zgjasë më shumë se 3 vjet, sipas dokumentit të parë nga Reuters. Çdo shtet antar do të shërbejë për një mandat jo më të gjatë se 3 vjet nga hyrja në fuqi e kësaj karte, me mundësi rinovimi nga kryetari, thuhet në dokumentin e raportuar për herë të parë nga Bloomberg News. Pra me pak fjalë, Shqipëria për të qenë një nga vendet anëtare të bordit duhet paguaj faturën $1 miliard. Vendim ky që referuar rrugës së zgjedhur nga Edi Rama do t'i duhet të miratohet nga Kuvendi i Shqipërisë. Dhe referuar debateve që shkaktoi ftesa e Trump në politikën shqiptare, duket se Rama ka vendosur të fusë në lojë Kuvendin, jo thjesht për të miratuar faturën apo procedurat, por ndoshta për të peshkuar qëndrimin e opozitës. Kjo e fundit duket e frustruar kur flitet për administratën Trump. Sali Berisha në zgjedhjet e fundit përdori kartën Trump në një përpjekje për të fituar zgjedhjet, sikundër me ndryshimin e administratës në SBA nga demokratët dhe republikanët. Opozita në Shqipëri rriti pritshmëritë në 2 aspekte: heqjen e non gratas për Sali Berishën dhe familjen e tij, si edhe ndëshkimin e Edi Ramës, si mik i George Soros, i cili konsiderohet ndër armiqtë e presidentit Trump. Ndoshta për këto qëndrime të opozitës, Rama ka zgjedhur që të kalojë procedurën dhe faturën në kuvend, duke vendosur PD-n e Berishës në një pozicion të vështirë, ose të pranojë dhe miratojë ftesën bashkë me faturën ose të dalë kundër. Nëse del kundër, kjo nuk pengon pjesëmarrjen e Shqipërisë në bordin e paqes, pasi Edi Rama i ka votat në kuvend për miratimin e marrëveshjeve të tilla, thjesht do i jap një armë në dorë kryeministrit dhe mazhorancës për të treguar me gisht se kush është kundër Amerikës, aq më tepër një administrate si ajo e Trump. Por nëse e miraton ose pranon në heshtje, veçanërisht koston e faturës, opozita do e ketë të vështirë të flasë nesër për vendin e qytetarëve më të varfër të Europës. Për sa kohë $1 miliard do të paguen për të pasur një vend në bordin e paqes. E gjithë kjo lojë për të cilën Edi Rama vendosi të përfshijë edhe Kuvendin, zhvillohet në një kohë kur shumë nga liderët europian kanë kundërshtuar pikërisht pagesën $1 miliard. I pari ishte Macron që e kundërshtoi, më pas kancelari i Gjermanisë Friedrich Merz, ndërsa Tony Blair, ish kryeministri i Mbretërisë Bashkuar, është distancuar nga kërkesa e presidentit që vendet të paguajnë $1 miliard për antarësim të përhershëm. Blair ka refuzuar të mbështesë kërkesën për këto fonde, e cila bazohet në një projekt për organizatën e re. Ky qëndrim shihet si një sinjal tjetër se detajet e bordit të paqes po shkaktojnë kundërshtim i disa latëve dhe partnerëve të SBA-ve ndaj projektit Trump. Nëse Trump do i qëndrojë deri në fund ides se antarët duhet paguajnë $1 miliard, ndoshta shumë nga vendet që kanë nxituar të thonë po mund të tërhiqen. Por referuar mënyrës se si Trump operon, nuk është çudi që shtetet anëtare të hyjnë në negociata, qoftë për koston e faturës ashtu edhe për mënyrën e pagesës. Plani për zhvendosjen e palestinezëve asnjëherë nuk është hedhur poshtë dhe ndoshta në këmbim të $1 miliard mund të gjenden shtete që mund të pranojnë akomodimin e mira palestinezëve, qoftë edhe përkohësisht derisa Gaza të rindërtohet.